Një mikrobus me 12 pasagjerë është rrëzuar mëngjesin e sotëm në afërsi të fshatit Pashalli në aksin rrugor Ura Vajgurore Fier. Ndërkohë viktima ka ngelur një 54 vjeçare e cila është hedhur nga mjeti pak momente përpara se ai të dilte nga rruga. Një mikrobus me 12 pasagjerë është rrëzuar mëngjesin e sotëm në afërsi të fshatit Pashalli në aksin rrugor Ura Vajgurore Fier, ndërkohë që viktima ka ngelur një 54 vjeçare e cila është hedhur nga mjeti pak momente përpara se ai të dilte nga rruga. Mikrobusi me targa A705 FL që drejtohej nga shtetasi Ylli Velçani, mësohet se udhëtonte drejt bashkisë Urës Vajgurore me pasagjerë banorët e zonës. Duke zbritur nga një kthes, mjeti mësohet se ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga, moment i cili ka qenë fatal për Fatmira Hoxhën, 54 vjeçe, banore e qytetit të Beratit. Kjo e fundit, sipas burimeve të policisë, në momentin që mjeti ka qenë duke dalë nga rruga, është hedhur nga dera, që ka qenë e hapur dhe është përplasur me bordurën duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Në përpjekje për t'i ardhur në ndihmë gruas ka ngelur i plagosur dhe bashorti i saj 60 vjeç, i cili është përplasur me derën e mikrobusit. Ai është dërguar menjëherë në spitalin e Beratit ku ka marrë ndihmën e parë shëndetësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë që dalja nga rruga e mjetit dhe përfundimi i tij në anë të rrugës nuk ka shkaktuar të plagosur ndër pasagerë të tjerë. Drejt vendit të ngjarjes kanë mbetur më pas ekspertët e qarkullimit rrugor në drejtorinë e policisë së qarkut të Beratit, të cilët nisën hetimet për të mësuar shkaqet e këtij aksidenti. Nga hetimet e para dyshohet se mikrobusi mund të ketë pasur një defekt pasi drejtuesi nuk ka mundur ta frenojë, gjë e cila ka vënë në panik pasagerët dhe nga frika gruaja është hedhur nga mjeti në çastet që ai po dilte nga rruga. Drejtuesi i mjetit u shoqërua menjëherë në organin blu ku po vazhdojnë hetimet për të mësuar shkaqet e plota të këtij aksidenti.